Nga studio e Litway nuk mungojnë asnjëherë përshëndetjet për ju që mbrëmjet të së dielës pëlqeni duke ndëgjuar intervistat e debatet në ATV. Përshëndetje edhe për opinionistin e programit tonë, Nderim Neziri. Nderim, si ke qenë këtë javë? Përshëndetje për ty Elita, si gjithmonë mirë, vera na ka ardhur, kur ka verë, kur ka diell, është mirë. A mendon që kur fillon vera, fillojnë edhe më tepër lajmet të showbizit? Kush sipas teje po e dominon këtë verë? Ngjallet, me të vërtet showbizi këtë verë po e dominojnë ish-banorët e Big Brother, është një val lajmesh, tashethemesh që lidhet drejt për drejt me protagonistët e këtij show dhe jo vetëm. Pastaj ka edhe emra të skenës muzikore, të cilët po qarkullojnë herë për prurjet e tyre muzikore, por edhe jetën private. Edhe sot dua t'ju tregoj për një ofertë cila është promocionale për pakot roaming me 50% zbritje, pa QR kode, pa SIM kartela, do me thonë tepër e thjesht, vetëm me një kod. Përdoruesit mund të aktivizojnë pakun e dëshiruar roaming dhe të lidhen me internet në Kosovë, rajon, Evropë dhe SBA. Më lehtë dhe më lirë si asnjëherë më parë. Këto pako ofrojmë aktivizimin e pakove i cili është i menjëhershëm përmes kodit të shkurtur ose aplikacionit MyIPCO. Mbulem pa SIM kartela dhe QR kode. Tani me super çmime dhe fleksibilitet sipas nevojave të udhëtimit. Pakot janë promocionale me 50% zbritje dhe për shembull, 3 GB i merrni për vetëm 2,99 ose 5 GB për 4,99. Mirëpresim të ftuarit e kësaj të diele, të cilët janë Mexhet Avdiu, këngëtar, aktor. Merita Globari, këngëtare, aktore. Linda Mhillaj Fazliu, psikologe. Besa Muqa, estetiste. E mbyllim panelin ton me Marigona Zekaj, poete. Përshëndetje dhe mirë se ardhët në Litway, kam kënaqësinë ta kem një panel kaq të bukur si ky sot. E gjithashtu po vini për një temë interesante për të cilën do të kemi kohë edhe ta diskutojmë së bashku. Unë, siç e don tradita, kam dëshirë mendimet një herë më i marr nga Nderim Neziri se çka pret nga ky panel. Panel me spes apo panel i cili edhe pajtohet edhe spajtohet me zvete? Akull dhe zjarë, nuk e di pse po më dukem, po prej prapaskenave mora këtë përshtypje që ata janë në mendime totalisht të kundërt. Shohim nëse do të ketë pika bashkimi, por mendoj që nuk ka shumë pika të tilla të cilat do t'i bashkojnë në një mendim të vetëm panelistët e sonshëm. Me siguri, sepse edhe profesionet të cilat i kemi përgjedhur janë të ndryshme. Pa humbur kohë, t'ju tregoj se cila është tema për sot dhe le të flasim së bashku. Tradicionalja dhe modernja, më mirë ashtu apo kështu? Nderem? Po, se cila kohë i ka të mirat, edhe të këqijat e veta njëkohësisht. Nëse e kaluara, na mësonte që ta pranojmë me durim ndryshimin, e sotshmja na mëson që ta përqafojmë, madje ta përqafojmë me shumë afsh. Kërkohet një farë gatishmërie shumë e madhe për t'i pranuar këto ndryshimet, të cilat nganjëherë nuk duket sikur janë ndryshimet më të mira në botë, edhe nuk jemi ne gati për t'i pranuar, sepse vim nga një e kaluar shumë patriarkale, vim të rritur në baza shumë tradicionale, me ide të cilat janë ngulitur deri në brezin e fundit se si duhet respektuar tradita, e brenda traditës celula e shoqërisë që është familja. Janë dy epoka të cilat duhet bashkohen në një dhe krijojnë vështirësi në bashkëdyshim shumë shpesh tek njerëzit. Andaj ende nuk dim këta quajmë shumë tradicional dhe kë shumë modern, ose si ti kategorizojmë, më mirë ata apo këta.
mesi është i artë, po ku me gjetë? Do me thonë, përgjigje konkrete nuk e as ti. Më mirë dikur apo më mirë sot. Nëse i kishim ngërshetu të dyat, sepse ne në esencën tonë, në bazën tonë jemi shumë tradicional, po edhe pak modernitet si melmes, zdo të kishte qenë keq, po kaq shumë modernitet, kaq shumë edhe shfrenim, s'më duket mirë. Besa nga ana estetike, falem pak për ndryshime që kemi pësu, e sidomos kur le të flasim rreth botës edhe femrore, a mendon që ishte më mirë dikur, vlerësoi më shumë naturaliteti, apo sot kur është mundësia për çdo kompleks shumë i lehtë për ta hequr? Pajtojmë plotësisht me mendimin që e dha Nderimi, sepse është realitet që ne në rast se i gërshetojmë të dyja, atëherë mund të jemi shumë mirë, por në rast se ne nuk e dim as vetë, realisht në teori kemi qef që të jemi me ato traditat, por sot i ndjekim shumë trendet që i quajmë modernizim, që unë mendoj edhe ato duhet kenë një kufizimin e tyre, por e teprojmë dhe nuk dim dhe çfarë kërkojmë. Unë mund të marr rastin tim konkret që para disa ditësh ne kemi patur mbrëmjet e maturës, për shembull që vinin gocat, një 18 vjeçare që ajo mundohej që të dukeshe si një 40 vjeçare. Do me thënë egzageronte me grimin, me veshjen, me kërkesat, që ne ndoshta më përpara këto gjëra nuk i kemi patur. Kështu që në rast se ne këtë do ta quajmë modernizim, unë mendoj që nuk është. Por në rast se këto të dyja gjërat ne i gërshetojmë, atëherë mund të marrim mund të ecim përpara shumë mirë, sepse tani ne nuk mund të rrim para 50 vitesh ose 60 vitesh kemi pas tradita, i bie që ne të jemi në vend numëro. Por kemi pak probleme sepse akoma nuk e dim çfarë jemi aktualisht, a jemi shumë tek modernja apo jemi tek tradicionalja. Çka preti nga viti 2026? Mendojnë që do të kthehemi tek naturaliteti si dikur, apo do të vazhdojmë me hapat të cilat edhe kemi nisur? Trendet realisht ndryshojnë, çdo 6 muaj mund të them unë që, por njeriu duhet të marrë atë që i përshtatet. Unë tani ne mund të shikojmë dhe VIP-at që janë jashtë vendit tonë. Nuk janë kaq të dukshme gjërat sa ne i bëjmë. Ato bëjnë shumë, por nuk duken shumë natyrale. Unë mendoj që këtu trendet akoma janë pak si turke, mund të them, dhe pak arabike në atë mënyrën që e mbi ngarkojnë veten. Unë nuk mendoj që ne i përkasim atyre trendeve, sepse ne si racë jemi racë e bukur, unë mendoj, jo si kam thënë vetëm unë, por e thojnë shumica bajtojnë me këtë gjë. Kështu që nga viti 2026 trendet janë. Çfarë do t'i thoja? Ja pra rastin konkret që shpjegova para disa sekondash. Një gocë 18 vjeçare nuk mundet të bëj as ndërhyrje, as një make-up të tillë dhe as një veshje të tillë, sepse realisht ato mendojnë se duken mirë, por nuk duken mirë. E mbështes mendimin e kolegës, duke shikuar dhe lidhja dhe profesionit si psikologe. Akoma veç dukemi kështu në sipërfaqe që jena modernizu shumë, po në thelb jemi akoma tradicional. Unë për shembull kam raste, për momentin nuk punoj në psikologji, po kam raste pilot që më kontaktojnë edhe për shkak të profesionit që më kam dalë shumë media, po unë e sugjeroj të kolegët e mi që janë licencuar para meje, ama ndoshta i ka 300 vjet Prishtina Le, po akoma është me tradicionalin. Për shembull nuk merr hapin më u divorcu për shembull një çift, veç për shkak të opinionit ose edhe të mentalitetit që ka me domethënë atë kohën e vjetër. Na fol pak edhe për dallimet në martesë, sepse vjen nga Shqipëria e martuar në Kosovë. Sa dallojnë martesa atje edhe këtu? Edhe traditat? Po tani, unë personalisht jam lindërit në Lezhë, po origjinin e kena Mirditor. E tani për shembull para 20 viteve Mirdit për shembull nuk ka qenë shumë kjo rrobat tradicionale, nuk kanë qenë shumë përdorme. Tani janë kthy shumë të mëdha, domethënë s'pat as dasëm, as fejes, as një mbrëmje familjare nuk bëhet pa këtë traditën. Domethënë janë kthy shumë traditat, edhe prap në dukje. Po. Po në martesë? Po tani në martesë nuk e di tani, unë nuk di me bon shumë dallim me thënë drejtën, se nisen pak ma tradicional, unë tash jam rrit atje dhe na jena pak ma tradicional në Shqipëri, po nuk e di tani, ka ndryshu shumë dhe atje me krahasume këtu ka ndryshu shumë.
A humbasi vlerat e tradicionales, apo thjesht ndryshojnë me kohën? Atëre, Elita, nëse flasim për tradicionalen edhe modernën, por kur të flasim në aspektin e artistit, bisedoj në pjesën e estetikës, psikologjisë, po kur vjen radha dhe më thonë të një shpirt artisti, gjithmonë gjën diçka të rëndësishme edhe tek tradicionalja dhe tek modernja. Kur flasim për pamjen apo për ato ndërhyrje cilat unë mendoj që ndoshta më mirë është një kohë e sotshme, sepse më duket që krejt femrat janë sot të mirëmbajtuna edhe të kujdesshme për veten, gjë e cila kohë më parë nuk ka ndodhur për shkak të kushteve të cilat ato nuk i kanë pasur dhe mundësitë. Jo, ndoshta nuk është qenë e duhur që m'ja përkushtu krejt punën apo krejt fitimin një pamjeje që ti me ndryshu vetën tone, se lumturia brenda nesh nis aty kur ne fillojmë për me dasht vetën dhe me na pëlqy vetja, që ashtu qysh ne e shohim. Me që je edhe poete, tregom pak, a ka qenë më inspiruese dashuria dikur për të shkruar apo sot? Dashuria, nëse flas për dikur, besoj që ka qenë më inspiruese dhe di pse. Se mundësit për me u bo bashkë dy persona që janë dashur kanë qenë shumë më të vështira. E gjithçka që është e pamundur ne ngurrojmë më shumë edhe e duam më shumë. Edhe shprehim letër. Edhe shprehim letër edhe na. Se sot shprehim me mesazhe. Është diçka e ndryshme, por nëse flasë artistët, do më thonë në gjallin kanë emocion dhe kanë dashni për se cilën epokë dhe për se cilën etap tjetës që vjen. Sot edhe letrat e dashurisë në shkruan ChatGPT-ja, teknologjia ka rrit deri aty sa ka fillu me na i ftof edhe emocionet edhe ndjenjat fatkeqësisht. Kështu që ndryshimet mes kohrave janë kaq të dukshme dhe duhet i përqafojmë e t'i pranojmë se s'ka tjetër. Për ndryshe, vetëm diçka tek pjesa e Besës, po ma tepër e Marigones, shkurtimisht. Një femër e cila ndërhyn ose ndryshon diçka tek pamja e vet, nuk mendoj se domosdoshmërisht duhet kategorizuar tek femra hipermoderne. Këto ndryshimet kanë ardhur me kohën dhe mirë që kanë ardhur, mund të jetë shumë tradicionale, shumë familjare, mund të jetë madje fanatike e vlerave ruajtjes tyre, por të ketë ndërhyrje dhe të ketë një kujdes shumë të rafinuar mbi veten. Po, vetëm dikur dhe nëse kanë dosh, nuk kanë pas opsione. Po pra, s'ka pas opsione. Koha i ka sjell këto dhe mirë që i ka sjell për ta shtuar dozën e vetbesimit tek femra, tek njerëzit në përgjithësi, tek ata që nuk janë të kënaqur me diçka dhe duan ta ndryshojnë. Ajo është tek femrat, apo jo vetëm tek femrat. Asesi, sepse sot njohim edhe mashkullin modern, i cili ndërhyn, por ne nuk mund t'i minimizojmë vlerat ose kriteret si mashkull, se ai ka bërë botox ose filler, dhe themi jo tash, ky është hipermodern, nuk ka të bëjë me tradicionalin. Mund të jetë i kuruar, mund të jetë metroseksual, por nuk është... Nëse bojmë edhe në një ndërlidhje të tradicionales edhe të kohës moderne. Unë si fëmijë më kënaq veç me pamjen e hanës. Ju më knaq, ju më emocionu dhe mu ka dukur që ka po shkajon hana po më përcjell mu. Asnjëherë nuk e kum di veten të vetmume për faktin që edhe nëse një mbrëmje... Kjo ka të bëjë me ndjenjen, me shpirtin, me atë që ti je, se hana ekziston edhe sot, në vitin 2026, do të ekzistojë sot këtë tokë e qiell. Që çka na bën hana ose objekte tjera që i përdorim metaforikisht, na ul dozën e tradicionalitetit. Po, a ki sot fëmijë që e ndjen një kënaqësi të veçantë? Po, besoj ka. Dhe fëmijë që i luten hanës, dhe fëmijë që shkruajnë. Po, fëmija em, se ndoshta më sheh mu, edhe është një pasqyrë tina. Sidomos se fëmijë që ekspozohen para rrjeteve sociale dhe ekranit, për shembull për shkak të prindërve, ato asnjëherë nuk kanë me çat kënaqur. Sot kanë etje të mëdha për gjëra të mëdha. Koha na ka sjellë gjëra të ndryshme. Sot rritën një mendim, sepse kemi dy panelista që ende nuk e kanë njop mendimin e vet rreth temës. Me gjithë Ma mirë dikur atash. Po e valla, për dosene ma mirë atëhere. Qka? Pande kemi edhe, ta jopi edhe si informacion që Merita dhe Megjiti janë qift. Kështu që të martuar, që 6 vite më duket. Më folni pak edhe nga ky pozicion. Po, që 6 vite jena na si bashkëshort, unë kam
Me gjithë Kemi pas respekt, kemi pas dashuri, kemi pas gruan e dikurshme dhe gruan e sotshme, burrin e dikurshëm dhe burrin e sotshëm, se po thonë që ky burri modern po i nënshtrohet shumë shpesh gruas, po duhet me bëj çka thot gruaja. A është me rast, a është e përgjithshme? Ja, përgjithsisht mundet më kohë, po Kush është e ti? Po të do burra Këtu shumë. bashkëshortë, që ka e preç çfarë përgjigje po i jep. Shoni të ndër. Gati. Qëre, ku e mirë është, për dësene nuk është e mirë. Për çka? Kupton. Po i Çka nuk të pëlqen ty, diçka që s'm sot pëlqen gratë shumë, ka po se ndryshuar? Ka ndryshuar. Gjinia femërore po mundohet pak. Ja, te kalua, to i bornore, po nuk është e jashme. Se? Se na jena shqiptare, kena traditën taman bornore, apo ndin. Ashtë sqarona pak. Po s'kem qa me sqarua, po ndin tash kjo koha moderne. Do më thonë ti s'je pro barazisë gjinore. Donë që gruaja me qenë gjithmonë pak ma poshtë. Ma pusht. Se? Për pak me ndonë, për pak. Jo për me... Apo kupton? Merita, në raport familjar të kjo, je pak më poshtë? Ky bashkëshorti më fletë në përgjithësi. Kur isha ato që kanë dalë jashtë vijave, a e kupton? Jo, mund të flasë për bashkëshortën e vetë, përgjithësi. Lidhe me mu, unë nuk e di pse, sepse këti penguj kur ishe disa femna që bojnë lazrime në rrugë, trathojnë, bojnë gjanat këqia, ndryshojnë pamjen e tyne, e tjera është kundur këtyne gjana. Asaj përket unë shembull si bashkëshorte e ti, unë nuk kom asë një ndalje, se kom lirin e botës dhe Ato në ka të fri. bëjnë ma shumë me karakterin e njëriut Ndoshta dhe më ka vrejt se kush jam dhe qka, dhe nuk më ka ndërhyr asë dhe me thonë... Dhe thot nuk i pëlqejnë këto ndërhyrjet estetike. Jo, ato jena... As pak. As pak. Aty jo me Sa? dhonë kundër këtyne gjanave. Po As duhet se cili Nëse person me flasëm, pas të Elita- drejtën kur ka një kompleks të shlirohet, Jo ndoshta vetëm nga kompleks, komplekset e veta. po diçka këdo që të mirë mbaj veten, do të thotë. Po i po që me të prua, po kupton. Me të prujo. Jena... Nëse flasëm për temën tradita dhe moderniteti, Si përkasëm asoj. kanë gjana shumë që kanë dallime piskajt në skaj. Sepse atëherë ka pas respekt më të madh. Ajo është. Kur flasëm të familjet. Tash fëmijës dëgjon prindin, bën çfarë don, hin del kur don dhe po vjen të divorce, po vjen të problemet, çiftet e martuara besa mundu me kalu edhe te ushqimi, atëherë është ushqy na si shqiptar të Kosovës, jemi ushqy kretë ndryshe, tash hajmë kretë të ushqim, atëherë kanë jetu me kanë 120 vjet, sot 5-60, do shta me 40 përfundon jetë, në me thonë ka ndryshime shumë të mëdhaja. Nëse jemi kundur traditës apo kundur kohës sotit, sepse mund ka prek edhe koha e lashtë edhe moderniteti sot se e shoh. Unë mendohem të i bashkoj gjitha dhe të shkojmë me një farë balance, e kupton. Me ata njerëz që kanë atë karakter, unë kthehem dhe i përshtatëm. Po që se kemi përballë një person që është i modernizuar dhe hecën kohën e tashme, unë mundem edhe me ata më Po përshtat. Pse? ti cila pikë je? Unë jam të pika shembull, jam kundër kulturës femrave dhe mashkëve rini, po dhe moshat tona gjitha, që bëjnë tradhtit shumë. E dita kjo ka dalë jashtë vijave. Kjo ka shkel kulturën tonë. Tradicionale dhe moderne, Jo, po, sa atëherë kanë qenë femrat më të zapune dhe ka qenë karakteri më i pastër. Dhe tani kanë lirin më të madhe dhe s'din çfarë bojnë. S'din çfarë bojnë. Sot është e i kalu për mendimin të mështrim. Mos kanë qenë më të shefta. Ka pas edhe atëherë lazrim dhe që, se s'po du me folë në atë fjallën e pistë. Po, e kam pas pak ndroj prindin ata, kam pas atë që kemi thonë marifet në atë kohë. Unë e kisha me thonë që kam pas frikë ma shumë. Frika, po. Qërtimi ka ndodhë me shekuj. Qërtimi ka ndodhë me shekuj. Edhe ma keq ka ndodhë në brenda familje. Bravo. Unë jam edhe produkuese e fejs islame. Disa, ndoshta jo në ekstrem, po deri diku mundohem me mri ta përcjelli. Feja është edukat, është diçka brenda vetë. Po, prej Kuranit kanë dalë gjitha. Të gjitha, krejt shkenca, kultura, zbulime, çdo gjë e kemi prej Kuranit, që sot ekspertizmin, sot e ka arrit me zbulu në qiellin, në të tokë, gjitha. Ti po thu pak ma poshtë gruja, dhe që këtu në studio diçka gruja ma gjatë. Si ma në ashtim të e fa. Aktivizoho. Diçka brenda vetës që na praktikojmë me vazhdojmë, po e ndjekim një kronik të cilën e ka pregadit gazetarja Joan Erzanila, e kthehemi në studio, pastaj ta diskutojmë edhe një herë së bashku. Nga rrugët e qeta të dikurshme, te ritmi i shpejt i jetës së sotme, shoqëria shqiptare ka përjetuar ndryshime të mëdha në çdo aspekt të jetës.
Në vetëm pak dekada, jo vetëm pamja e qyteteve dhe fshatrave ka ndryshuar, por edhe mënyra se si mendojnë, jetojnë dhe komunikojnë njerëzit. Dikur familja ishte qendra e çdo aktiviteti shoqëror, brezat të tërë jetonin në të njëjtën qati, ndërsa vendimet merreshin bashkarisht. Respekti ndaj të moshuarve konsiderohej i padiskutueshëm dhe fjala e prindit kishte peshë të veçantë. Sot edhe pse vlerat familjare vazhdojnë të jenë të rëndësishme, individualizmi ka marrë më shumë hapësirë. Sot po flasim për një produkt revolucionar, çaj Ratmana, prodhim nga Zvicra, 100% natyral dhe klinikisht të testuar. Përshpejtojnë metabolizmin, pastrojnë toksinat nga trupi, largojnë urinë e tepërt dhe fryrjen e barkut. Pas një efekt ansor, përdoren nga të dyja gjinit, femra dhe meshkuj. Të sigurta edhe për gra gjithënse. Me çaj Ratmana humbisni 5 deri në 7 kg shpejt dhe në një mënyrë të sigurt. Rezultatet janë të garantuara. Filloni sot dhe ndjeni ndryshimin. Po vazhdoj me temën sepse këtu paneli sot është shumë me spec po më duke ndërem. Shikimet nuk ishin ashtu siç mendoj. Thashë mendimet i kanë të kundërta. Elita, për me undalë edhe njerë të tema na, jemi fryt, jemi pasqyre të kaluarës tonë. Normal që kemi marrë influenca prej të kaluarës që i kemi transportu e trashëgu edhe në të sotshme në cilën jetojmë. Por, kur flasim për njerëz modern, të cilët e kanë të i kalu, e kanë heq nga vetja tradicionale dhe atë që në ka përfaqësuar identifikuar me vite, nuk flasim për njerëz pa moralshëm. Do me thonë, nëse jemi modern, nëse përqafojmë të tashmen dhe i kemi syt ka e ardhmja, nuk do të thotë që jemi më pak të moralshëm, ose kemi deviacione edhe njerëz të sotshëm, i kanë kornizat e veta personale dhe nuk mendoj që t'jesh modern, t'jesh besa edhe kontemporana avantgard, do me thonë që je i pa moralshëm. Pavarësisht profesionit, fushës ku gjendesh, ose veprimit ekspost që mund ta kesh ti unë, televizion. Pa na bën kjo ma pak moral, jo. Siç nuk i bën më të moralshme gratë e dikurshme ose burrat e dikurshëm të cilët nuk kanë gjetë ekspozim të lirshëm në rrjetet të ndryshme shoqërore. Nuk janë dalë, nuk janë ekspozues, kanë pas frekuentime me njëri tjetrin. Po kjo s'do me thonë që kanë qenë më të moralshëm se gratë e sotshme, burrat e sotshëm që ndërveprojnë, që dalin, që flasin, që ngrejnë zërin, që punojnë punë të cilat as që janë menduar dikur. As pjesa që une jom që morali është çështje personale dhe nuk është çështje që u shpik së fundmi ose është shpikur dikur. As pjesa që unë jam bashkëshorte dikujt me fut fillera dhe butoksa në buzën E pse një femër 15 vjeçare dikur nuk martu për shembull? Saksisht. Po, unë s'po thonë që të gjitha jënë kundër. Jo, tu nuk munde me u pajtu. Jemi lidhën edhe në atë pjesën e më Munden me u bashkë vesh dhe në shkurt, tashmën. por nuk munden me i vendos epitete. Munden me dalë natën, me u knaq, besa dhe me u det, por nuk munden me i ngjit epitete. Unë pse jëmë bashkëshorte e dikujt. Femër 18 vjeçare ka bukurinë e vet. Unë pse jëmë bashkëshorte e dikujt edhe mboj shoqërinë e fjalë nuk ma percepton moralin mu. Unë që jëmë bashkëshorte e dikujt edhe mboj shoqërinë me gjininë e kundërt, ajo nuk ma percepton moralin, se na nuk mujemi për shembull me u zopu deri në atë pikën ku mos me pas kontakt me gjinit kundërt. Njerëzit janë hall, ka lidhse mes veti. Edhe këta burrat e sotshëm që janë kundër barazisë gjinore, nuk futen fare te njerëzit që unë i besoj. Sepse nëse ka pas një gjini që e ka bo ligjin tradicionalisht në shoqërinë tonë, ka qenë femra. Dhe jo më kot ka mbet ajo shpreja femra është qafa dhe burri koka, sepse qafa e lëviz kokën, ka dënë dhe e ka lëviz gjithmonë. Çka i duhet nanës tem tradicionalja? Brezi sot është më i lirë apo më i hutuar? Tani, në rast se do ta mendojmë që i dëgjova shumë mendime, më duket që realisht unë po i kuptoj çfarë do të thotë, por nuk po e shpjegon saktësisht, ndoshta edhe po keq kuptohet. Më përpara brezi po ka qenë se ne kemi pas 5-6 gjëra. Sot kemi një mundësi shumë të madhe. Ndoshta dialekti dhe nuk e ke kuptuar se dialekti jonë me juve pak ndryshe. Jo, po të suportoj në mendim. Po, jo, e kuptova gjë. Po të suportoj, po realisht në që e shpreh në një mënyrë. Se unë kom qef mu shprej tamam kështu që na kuptojnë të gjithë. Ti po shprehesh më shumë. Po. Okej, të pajtohem. Por, atëherë kemi patur 5-6 gjëra. Sot kemi mbi shumë gjëra që ne mund të zgjedhim. Është çështje karakteri, është çështje se si na arrit neve familja, në rast se
se ty të edukon si e vogël që këto janë disa rregullat të tona, fëmija e merr atë lloj kulture dhe ajo është të rritet. Por a kemi sot ndikime nga Instagrami dhe nga rrethi, po sa të duash. Po, shumë. Por sa nuk janë që janë të ndikuar, ndoshta 30%, 40% që të tjerë janë të ndikuar. Vetëm edhe ndryshimi tek prindërimi ka ndryshuar, po jo, sepse dikur edhe fëmijët nuk kanë desht me i përqafu, me i jap shumë dashni. Sepse prindrit, sidomos burrat, kanë menduar që humbin e ulin burrin. Burrë dhe si jap dashuri tek fëmijët. E sot prindërimi ndërsa fëmijët që kanë nevojë për dashni, ata u hapin krahët edhe njerëzve të gabuar, se thjesht dojnë mu përmbush brenda vetësve. Se më kujtot në ona Mirdite se prindrit s'ka guxu mi thanë babi, ka thënë aq. Më thënë, a që largët ka qenë pjesa e prindërimit. Ka dhe vëndet të tilla, por mendoj që edhe sot, edhe dije, edhe këto ne zgjidhet i bëjmë vetë. Mendoj që kjo koha e sotshme për ne është një ndihmë shumë e madhe, sepse kemi shumë opsione, por gjithmonë duke i ruajtur atë identitetin tonë i farë mënyre edhe pa e tepruar. Kështu që nuk është gjë e keqe që ne sot kemi shumë gjëra, por problemi jonë është që ne duhet të dimë që të zgjedhim. Nuk mundesh të abuzosh ti sot as me veten, as me pse ka dalë ky trend ose është kjo modë dhe unë duhet ta bëj. Jo, çfarë shkon ty? Jo i hutuar. Tash brezi i lirë jemi, po varet se si e merr, më kupton? Dhe po tash më jap diçka konkrete se. Konkrete që jap. I lirë jemi. Elita Kosova ka pas shumë familje që janë. Patjetër. Kosova ka pas shumë influenca nga perëndimi prej viteve 70, 80, 90 dhe këto influenca kanë sjellur ndryshime radikale në mënyrën e të menduarit njerëzve dhe pos këtyre ndryshimeve që janë imponuar nga ata që kanë shku jashtë dhe i kanë sjell, i kanë importu brenda, ka pasur edhe një frikë, një drot të madhe të atyre të cilët kanë jetuar në Kosovë që mos me u luhat themelet e asaj që është ndërtu ndër vite, një mentaliteti i cili megjithatë duhet me thonë që ka qenë ndryshkur dhe mirë që kanë ndryshuar dhe mirë që kanë qenë këto influenca kanë njerë edhe pak negative, po e kanë ndryshuar, kanë bënë një rotacion mentalitetin tonë të përgjithshëm, që sot njetë si një mentalitet shumë i hapur. Sepse sot vujnë pleq, jetojnë vetëm, kjo është kultura që ju kanë dhënë hapësirë shumë të madhe fëmijëve, i rritin pa kontrol, se kam botën e vetë prind. Pra po mendoj që kjo të pleq të shumë disa fotografi të cilat i ka përgatit gazetarja Eza e i diskutojnë bashkë. Jo, të lutem. E kjo mu disa gjana po më pengojnë. Një ditor. Si mendoni? Mashkulli dikur dhe sot. Të dyja bre? Burra dikur dhe sot. Të dyja kanë veçantinë e vetë. Edhe... Disa pse... Se di, ai dikur më duket më mire. Po për shembull na si jemi aktorun dhe bashkëshortin, kjo veshja tradicionale, na e përdorëm në për gjagjërimeve sen, kjo na qetë shumë bukur, dikur si ishin, sepse në filma kohës lasht, e këta për festat sot që i festojmë, kemi mbramjat, arkëtuse e tjera, do më thonë që të dyja nuk janë... Mendon që roza ende duhet të mbetet si ngjyrë më femërore? Valla për mashko jo, mu nuk më do këtë shumë e përshtatshme. O, boba. Për mashko jo. Nëse me gjithi thot, po më pëlqen një këmish kështu pink? Po nuk e di kjo zgjidh për vete, ama për sytë e mi, nuk isha thonë më vesh mashkën me ngjyrat femërore. Me gjitha e kështë vesh ngjyrën pink? Jo, valla. është më shumë e përshtatshme për femër, ma femërore. Unë mendoj tash është mendimi si cilës... A banë veç pak mundal? Unë e kisha thënë që të dyja janë modelin më të mirë. Fotografia parë neve na identifikon si shqiptar, edhe tradita jonë që nuk duhet me hup. Ama e fotografia e dytë shumë mirë, është këtë moderne, ama nëse shkonte me qato roba, dikon në Italinë, në Amerikë, nuk kam me të kuptu kush ai është shqiptar. Thjesht si ton njerëzit. Ama nëse qikon qatë fotografinë e parë, kanë me kuptu që e origjinën e nga Shqipëria ose Shqiptar ose të Kosovës, apo kuptan. Nga njëherë... Që ata e din që shka qenë veshja të... Jo, nuk e din, për pak në Shqiptar që jetojnë, atje kanë me kuptu që cila është njona, cila është tjetra, apo kuptan. Tasha ma mirë me qenë më evropian, më modern, apo të mbesim tek... Jo, të dyja, absolut. Shqyqyrë që ka kjo koha moderne dhe kena ndryshu dhe na... Edhe kena ndryshu, ama kisha pas dëshirë kur me hup originën tonë. Nëse na e hupëm si brez, asmite tonë s'ka me praktiku, do më thanë. Unë s'po thamë për robat, apo kuptan. Po thjesht me ditë se jena shqiptar bre, i kena shumë traditat ma të mira s'ka se i kena na.
Besa ma lë mendimin. Dikur më duket më bukur si foto, por realisht pse jo edhe kjo sot. Unë nuk jam shumë e fokusuar që roza, bluja, mendoj që një mashkull kur është i mbajtur, duket bukur, e ka një kilogram të mirë, sepse nuk mund t'i veshi se cili që mund t'ket një bark të madh një ngjyrë roz, se duket shumë keq, por në rast se ka një stil të tillë, pse jo. Por më pëlqen se thjesht e tregon një kohë të së kaluarës, ku ka qenë ai dallimi mes veshjes tradicionale dhe në shumicën e rasteve burrat kanë qëndru të veshur në këtë stil të veshjes. Po, më interesante kjo fotografi, cilat janë mendimet e juaja. Unë kisha thonë që jam kundër Djepit. asaj kohës kur u përdor djepi. Dhe jam me këtë kohën këtu. Pse? Fëmijët duhet t'i zhvillohet trupi lirshëm në gjumë. E vërtet. Gjumë i rritë fëmijën. Unë mendoj ashtu, pse ne akoma s'kemi fëmijë, po kemi pa fëmijët e vëllezërve, të motrave, edhe e di të gjitha këto, shumë bukur. Për shembull, e kanë lidh fëmijën në djep. Si flen një njeri i lidhun, i shtërngun me seklete. Kjo nuk është në rregull. Kam pas shumë detyra atëherë. I kanë lidhë bëp, i kanë gjunë djep, edhe kanë ga me korë, me shime, bami, ato gjonat, ato punë. Neve si na kanë lidhur në atë ko? Unë në familjen time, jo, nuk kemi... Nuk da kam në gjumë kështu. Jo. Si ka qenë ajo ko? Na kemi flet në kohën tem, që shtërgon nana. Po këto po bëhem shumë popullore. Jo rastisht shihen cilët janë shqiptarët në për Evropë për shkak këtë formës së kokës. Se gjithë e kanë formën e kokës shumë të rrafsh mbrapa për arsye të djepit. A për shef prap fjala. Është vërtet. A kur fëmijë flenë lirshëm, unë jam me këllon e sotit, pse? Kjo është diçka shumë mirë, shoqër që u vidisun dhe bënë këtë gjë. Unë moshën tim edhe në kohën e sot me kom rritë fëmijët me djep. Pikërisht. Qysh rritemi na si shqiptar? Si me rritemi? nervozin, na e kemi temperamentin sot. Dhe diçka jemi rritë, jemi zhvullut të Keni rritë në djep. Të lidhun. Edhe unë, Po edhe thot fëmijët zonja mami se pas ka rritur në djep. Po edhe unë personalisht, edhe dy fëmijët e mi, edhe pse ka qenë koha moderne. Ti vetë, se ka rritur mami. Jo, në neve s'na djep, ka rritë, jo. Ua, sa mirë. Jo, unë po flasë për atë kohën para 5-60 viteve. Bravo. Dishta me lidh, për shembull në kohën, edhe në kohën time unë jam rrit me djep, edhe dy fëmijët e mi i kam rrit me djep. Pavarësisht unë fëmijët i kam tani në kohën moderne, po i kam rrit me djep. Kështu është tradita edhe prej Drenicës, dhe nuk asëm ka funksionu diçka keq, shumë mirë i kam mashallah fëmijët, po çka kam mësu pastaj në psikologjin master, bashkë për këtë pjesë kena fol me psikiatra, domethënë nuk ishte edhe aq e mirë. Dhe për shkak të kokës që lëviz fëmis në sekond disa hera, po kupton, edhe nuk ishte edhe aq e shëndetshme. Po duhet ajo mjet, ama nuk fëmijët, por mendoj që disa gjëra të cilat me kohën nënat e kanë kuptuar që nuk janë të mira, duhet të ndalojnë. Patjetër. Duhet me himi friksu njerëzit, ama në master kam lexuar dhe studiuar formës së kokës, ajo pjesë televizja e kokës dhe pjesa e trunit që e dëmton, nuk ishte edhe aq e mirë me përdor, me thënë drejtë. Djepi është një traditë që është trashëguar nga e kaluara në sotshme, mund të thonë familje që janë nga mungesa e informacionit. Prej vajit madh që e kam bosh, shqyr që pjesa tjetër e jetës më ka shku me të keshme. Edhe veç djepim ka ratu. të rumë, në është ta me Ta proa kundër mu djepim ka ratu. Edhe unë jam. Metodat të tjera. Po pikrisht për ata, do është edhe ma heret me cekë se çka i duhet tradicional, ja, s'po flas për tradicionale në pjesën e kulturës edhe të respektit që e kemi pas në një dozë ndoshta pak më të madhe, më të zhvillume. Po prapë edhe aty thëmë gjithmonë kom dyshime që ka pas më shumë frike dhe jo të drejtën e lirisë dhe të fjalës. Çka i duhet gjyshës tem ose prindërve të mi tradicionale, kur nana eme është dashtë mi pas 10 fëmijë, njënin pas tjetrit, pa pas kushte me mirë mbajt, jënë smu fëmijët edhe nuk kanë pasur mundësi nështë ta me i qu, edhe të mjeku mërë si kanë qu. Andaj u ka hi në funksion tjepi. Se i kanë lidha atë. I kanë lidhë për me dalë Lara, me mbledhë sanën. Diçka, do të shikoj diçka, femra nuk është vlerësuar në atë kohë si sot. Se për shembull femra atëherë as nuk e ka pas mundësinë më shkollu, veç e ka pas detyrën si shtëpiake, domethënë, edhe me rrit çato fëmijë me punën në Lara. E sot i ke femrat më shkollu, kërkojnë ndihmë te psikologu, kërkojnë domethënë trajnime për vetëdijsim ose për vetë zhvillim. Domethënë ka ndryshuar shumë koha atëherë me sot, dhe që ka ndryshuar. Hajde të flasim pak edhe për ushqimet dikur edhe sot. Preferenca. Për fjallat e ushqimet, kalim të e para.
E, a diçka... Hajde, thuna A je për flia, a je për karkalica. E fora, Sa ka po shrazote. Ushqimi i toshit së A ti pëlqen? Jo. Pse? Së më Ke pëlqen. provu? I kom provu, Shimet e detit do me thonë nuk je. nuk më pëlqen. Si Peshqit e këtu po, a karkalica Po, këtu ato asu nuk i karkalicës, preferoj, jo. Aja tradicionale, po. Gjërvllate e ki djathë. Po, normal, dhe në Pitja me rritme tu. spanaq, speci, lungu. O, shit, merita pitet e mira jo? Po, vallohet mire që. Mira. O shqiptarin atë në restorantin ma të shtrejt në botë me shu prap ka me kërku fli. Bes? Unë jam për të dyja. Është e vërtet që ne sot nuk mund të anë ditë për ditë, edhe pse unë ja dhuroj shumë, por të dyja, gërshetim është. Po, pak ka të bëj edhe vendi që vjen. Sepse Patjetër. ne nuk është që kemi shumë Ne këtu shqip të kemi. freskët të detit. E ju. Po, ne Ata kemi. që jetojnë pranë Bregdetit. Bregdetit, Interesant, unë që jam rritë për shembull dhe jo rrit me ta. Po, unë që jam rritë për shembull në Lezhë, kur në jetë nuk më kanë preferuar, as nuk i kam pas shef. Është Fore. A kjo është me preferencë. Si mendojnë? Ti na tregove që në fillim pitet edhe kryra. Okej. Me qenë se ende Hajde, shkoj. praktikoj edhe në moshën teme gatimin shumë shpesh, menoj që pjesa të gatuarit mirë është kulturë. Nuk më pëlqejnë femnat e sotshme që mendojnë që nëse je intelektuale, ngritur ose diçka duhet me para dikujt me u prezantu që unë nuk di me gatu. Përkundrazi e shoh shumë pjesë edhe me krenari ju them gjithëve që më pëlqen shumë pjesa gatimit, me gatu, me përgadit. Po t'ja dedikoj 2 rreshta pitës si do. Edhe këto më pëlqen që ku më mësu shumë ndoshta edhe prej vjerës teme, që ajo përgadit mirë edhe nga njerë njëri ju mësën edhe tu po. Hajde shkojmë të fotoja tjetër. Gjyshe dikur dhe gjyshet sot. Që e gjora jo. Komplet, duke asaj të regon... Ajo ka nevojë Po. për estetik. Se di, përdhimbje është. Po këta me këta sotit jam. Sepse mirë bajtja, duket që ka serzitet, kultur, butësi, nuk ka diçka lazrimdok, kultur gjitha. Aja gjora qëre, shumë gjëna, dhe me thonë jo me të sotë më. Ta pyesësh ata, ajo thot, unë jam më mirë, thot. ta Me kishte gjithë edhe ashtu si Po, pas ka është dëshan këto edukuar, hallat. edhe është mësu ashtu. Me që jeni të dy Edhe duket këngëtar, jemi absurde që tek e sot me asaj. një këngëtare e madhe e muzikës popullore. Unë nuk kam fjallë shumë, që shka thot ditore stup, të veç për nëj fjallë, për nëj punë tronë. Nëj bele. Apo na këndoni diçka? Me që të dy jeni këngëtarë dhe Umra jeni pa që- problem veç. Hajde? E dyja të jetë mira, po kjetë... Orë këndo diçka A me për këndu ta. këtu. Qa me këndu? Qa të doni, koordinohuni. Diçka të muzikut, për Po, shumë. ja, të muzikët jo, alla kongët e mija, se të muzikë. Ja, vala. Ja. Qikos. Ja, vala. Po, na i kemi disa këngë të reja tash që kemi bo kos fundit. Kemi 2 baladat të reja, të kemi edhe ritmikën që kemi duet, e cila është titullu E kemrin dashurim, dashni vërtet. Hajde. E ki busqeshjen si djel, po shkelqen si yjen qel, e ki zonin melodi, ta kom lon emrin dashni. Hajt, ki me pa, kujt ma mirë, i ka ra, hajt, moj dashni, ziçka bojun me pa ty. E ki emrin dashni, son të zemrën tem ke hy. E ki emrin lokum, zemrat e donë maksimum. Unë mendoj që sot është duken më bukur gjyshet, por edhe pse ne sot po e kërkojmë kohën e dikushme, do me thënë vemi që kërkojmë gjërat bio, ja për shumë se kemi atë gjyshen duke nxjerr gjalpin, po më duket. Do me thënë ne i kërkojmë, por realisht pamja dhe dukja sot. Ne duam që gjyshen edhe nënën ta kemi si Shyrete Beluli, po atë gjyshen e Jo, unë nënën dua që si është atje nënën në time. fshat si ajo e fotosport që na gatun mirë, na gostit mirë dhe i bën gjitha punët e shtëpisë. Se ka Duam dhe për shumë. pamje gjyshe që duken porcelan, po për punë pastaj Jo, ka dhe gjyshe sot që duken dhe porcelan dhe i bëjnë të gjitha. ka modele Po, tilla. ka modele Unë të me thonë tilla. drejtën nuk Jo, njoh. jo. Këto gjyshe që punojnë fort këto.
Ndoshta sekreti nuk është të marrim nga tradita apo modernia, po është të marrim të mirën nga të dyja. Ashtu, si që thash fillim. Edhe unë jam ma shumë për të dytën, ama edhe parë në vlerësoj shumë, se unë vetë jam pak tradicionale, por veç e më dhime në gratë e asaj kohës se kanë qenë shumë të trashat, vjeshura, me zje kanë kaluat verën, ma ato rrubat tradicionale të paktën, për shembull prej veriut të Shqipërisë ku vijon, shumë kanë qenë të kalume. Ama nëse shikojmë për shembull kohën e sotës, pak ma lehtë, pak ma mirë, pak ma butë, do të thënë ma mirë koha që është tani. Krejt që ka mu i me vlerësu nga të kohë, është mundit cilën e kanë bo nana tona, punën të cilën ato e kanë bo pa e kursy vetën në asë një moment, ku jenë ballafaqua dhe me punë dhe me aktivitete fizike gjë, cila s'ka qenë as pak punë për to, ato mundë me vlerësu, por veshje nuk mundë me vlerësu, sepse aty po shihet edhe fotografia që është shumë e kthjellët edhe është në kohë vere, edhe tash imagjina, edhe të bësh punë fizike gjë, cila nuk i përket një gruaje, sepse vetë natyra e gruas është ma e butë edhe në pjesën e komunikimit edhe të qëndrueshmërisë, edhe për ata gjithmonë mendoj që femra është ajo e cila duhet ta tregoj veten në pjesën e komunikimit, të jetë më e butë, jo të dominoj gjithmonë me ato ngritjet e zërat e kështu, ama veshjen jo nuk mundë me pëlqy se ajo sa ka pas maltretim për punën që ka bo, sa maltretimi i ka ardhur prej veshjeve të mëdha dhe të shumta që i ka rreth vetës. Pavarësisht pamjes së gruas dikur edhe sot, ne duhet ta nderojmë nga kjo studio dhe kudo gruan shqiptare për mundin që ka bërë për familjen, që vazhdon ta bëjë për familjen, pa kërkim mirënjohje, pa kërkim faleminderit përsëritur, janë gratë e jashtëzakonshme, kështu që ti duhet të trokasim të gjitha kohra. Për ulem para veprës dhe sakrificës të atyna, gjithmonë e jetë. Faleminderit shumë që ishit në Elite Way, ishte kënaqësi ta kem një panel si ky sot. Kaluam shumë bukur apo jo ndërëm? Ishte fantastik. Për fond, Kolegji AB ka hapur konkursin për regjistrim për vitin akademik 2026-2027. Si institucion më i madh jo publik i arsimit të lartë në vend, Kolegji AB vazhdon të ofrojë programe moderne studimi, staf profesional, infrastrukturë bashkëkohore dhe mundësi reale për zhvillimin akademik e profesional. Të gjithë maturantët dhe studentët e ardhshëm mund të përfitojnë nga ofertat për regjistrim që AB ka parapar për këtë vit akademik. Aplikimet tashmë janë të hapura në të gjitha programet bachelor dhe master. Për më shumë informata, aplikoni online ose vizitoni kampusin e kolegjit AB. British School of Kosova është i ndërtuar mbi standarde evropiane. The British School of Kosova është institucion edukativo-arsimor që ofron shkollim bashkëkohor për të gjithë nxënësit në të gjitha nivelet e arsimit parauniversitar. Në BSK tashmë mund të gjeni drejtimin më të ri programimin. Pribank është një bank moderne me 100% kapital vendor që ofron produkte bankare, kredi të volitshme për individ dhe biznese, si dhe depozita me norma interesi për t'ju ndihmuar të menaxhoni financat me mençuri. Për më shumë informacione, vizitoni njërën nga 14 degët e Pribank në Kosovë. Kaq edhe për këtë edicion, ne do të takohemi përsëri edhe të dielën e ardhshme. Natën e mirë.